Salam aleikum të dashur shikues. Mirë se takohemi edhe sonte në këtë natë për netëve të bekuar të Ramazanit. Me tematika të reja, por me qëllimin e përbashkët dhe qëllimin e njëjtë. Ajo është njohja e Allahut subhanahu wa taala. Njohja e cila do të rezultojë me nënshtrimin ndaj tij, dashurinë ndaj tij dhe përkushtimin e kryerjen e adhurimeve dhe ibadeteve në formën më të mirë të mundshme. Sonte kemi një ftuar të radhës me të cilin do të diskutojmë në vazhdimsinë e këtyre temave. Por fillimisht i dëshirojmë se ardhi hoxhës së nderuar doktor Rasim Hoxhës. Hoxhë mirë se erdhe. Mirë se jeni, përshëndetje për ju dhe të gjithë atyre që na përcjellin. Nëse që jemi së bashku, përkundër kënaqësia jemi. Lutë Allahun xhaleshanu që angazhimet që i bënin gjatë këtij muaji që është e zakonshme për xhallar, Allahu subhanahu wa taala t'ua pranoj dhe t'i vënë në peshone punëve të mira. Amen, gjithve. Po besoj që jeni duke kaluar mirë. Po shumë mirë, alhamdulillah. Allahu xhaleshanu ua pranoft. Hoxhë, në disa prej takimeve të kaluara kemi fol me të ftuar të tjerë për njohjen e Allahut subhanahu wa taala dhe jemi munduar që të sillim modele se si e ka njoft Allahun xhallashanuhu krijesat e tij. Kemi fol për pejgambert në tërësi e sonte me ju po kemi dëshirë që të fokusohemi në njohjen më të mirë të Allahut subhanahu wa taala nga njerëzit e që ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam. Apo a ishte pejgamberi alayhis salam njohësi më i mirë i Allahut subhanahu wa taala? Në emër të Allahut filloj prej tij ndihmë falë kërkojmë. Përshëndetjet, lëvdatat Muhamedit alayhis salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Nuk ka as pak dyshim se njohësi më i mirë i Allahut lartësuar është krijesa më e dashur tek ai, e që është Muhamedi alayhis salatu wassalam. Madje vetë ai në një rast e thotë, të cilën do ta përmendim më gjarsisht në vazhdim të emisionit, thotë unë jam ai që më së miri e njeh Zotin, edhe më së tepërmi i druhem. Kam frikë dhe jam më i devotshëm prej gjithë juve tek Allahu i lartësuar. Do të thotë pejgamberi alayhis salatu wassalam fillimisht e dëshmon vet, mirë po edhe argumentet e përgjithshme ose pozita e pejgamberit alayhis salatu wassalam është pikërisht me njoft Allahun e lartësuar. Sepse për çka u dërguar pejgamberi alayhis salatu wassalam, u dërguar që njerëzve mua bë të njohur Allahun e lartësuar. Von çysh me njoft Allahun, çysh pastaj kjo njohje me nxit ata që me qenë të nënshtruar ndaj Allahut, me qenë larg gjërave të cilat e shkaktojnë hidhrimin e tij dhe me i vepru ato të cilat e gëzojnë dhe e kënaqin Allahun e lartësuar. Mirë, njohja e pejgamberit alaihissalam ndaj Zotit nga erdhi, nga buroi. Po. Ai ishte si rezultat i meditimit, i leximit të gjendjes edhe të ambientit, të rrethit, të kozmosit, pa një lexim i tërësishëm asaj që njeriu e sheh, apo Allahu xhaleshanu e ndihmoi edhe me diçka më shumë se kjo. Por gjithsesi, pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka dy periudha të jetës së tij, këto e dim të gjithë. E ka periudhën para pejgamberike edhe pasi që është shpall pejgamber. Deri në kohën sa nuk ka pas shpallje, Allahu i drejtohet në mënyrë të drejtë për drejtë atij i thot ma kunta tadri mal kitabu wala al imanu min qabl. Ti nuk e ke ditë, nuk e pas njohuri as për librat e shpallur, as çka është besimi, do njohja e Allahut të lartësuar. Edhe pse pejgamberi alayhis salatu wassalam para pejgamberllokut ka qenë i bindur se Zoti i vërtet nuk është në tokë, që që kanë adhuruar ata idhujt, mirë po Zoti i vërtet është i plot fuqishëm që ka kriju gjithësinë, po me njoft më tepër nuk ka pas mundësi sepse nuk ka mundësi me njoft Allahun pa na treguar. Pastaj Allahu me shpallje e njofton pejgamberin alayhis salatu wassalam se kush është Allahu. Mirë po gjithashtu një pikë këto është më rëndësishëm. Qysh në fillim po thuj se pejgamberi alayhis salatu wassalam e kuptoi se nuk ka mundësi me njoft Allahun përmes syve tonë. Mund me pa Allahun çysh është, edhe pastaj me thonë çka qen ka Allah. Jo, s'ka mundësi, sepse edhe ja tregoj këtë, mirë po dhe tregoj përmes rastit të Musait alayhis salam, kur prej mallëngjimit të madh me Allahun, prej dashnisë të madhe që e kishte Musai alayhis salam pasi që i zbriti Tevrati, thotë o Zot më mundso të shoh, s'ka mundësi më pa. Njohja
e Allahut, njohjen e Allahut, pejgamberit alayhi salatu wasalam, Allah ja ndihmoi me shpallje, mirë po I tregoj që nuk ka mundësi përmes shqisave të syrit, ka mundësi përmes shqisave të tjera, edhe pastaj përmes shpalljes u njoftu pejgamberi alayhi salatu wasalam me cilësitë e Allahut, se kush është Allahu, çfarë veti ka, çfarë atribute, emrat e tij, fuqinë e tij, madhrinë e tij, e kështu me radhë dhe pastaj. Ndoshta do të ndalim për pak më vonë te kjo, por e bëre një dallim interesant mes kohës para shpalljes edhe pas shpalljes, e cila natyrshëm më lind një pyetje. Njeriu pra sheh atë që e rrethon, e sheh diellin, e sheh hënën, e sheh qiejt, i sheh natën, ditën, fenomene të ndryshme, procese të ndryshme, madje edhe veten e tij. Realisht çdo njeri ndoshta që ka intelektin ndoshta minimal të tij arrin se e tërë kjo nuk ka mundësi të jetë pa një krijues. Por megjithatë kjo nuk po mjaftoi ka që njeriu të konsiderohet besimtar, pra ai është dashur të ndihmoj edhe me shpallje. Shpallja pastaj cilat ishin specifikat e shpalljes në njohjen ndaj Zotit që të konsideroj pastaj besimtar, po në çka u fokusu shpallja pastaj, që mësoi pejgamberi se ti këtë njohuri të përgjithshme që e ke, do ta specifikosh me këto specifika që të konsiderohesh që je besimtar I Zotit ose njohës I Zotit. Gjithsesi, kjo më rëndësi shumë. Fillimisht në kohën kur u shpall pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte e përhapur idhujtaria. Edhe njerëzit kishin perceptime të ndryshme për Zotin. Disa e perceptonin si guri, disa si drum, disa dhe planet. Për ata, disa idhujtarë të Mekës erdhën te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe I thanë insib lana rabbak. Na e përshkruaj Zotin tënd. Pse? Sepse na perceptimet për Zotin I kemi çto që po I shetin tokë. Se me çato rretën edhe me çato perceptime për Zotin u zhvilluan edhe jetuan. E tash Allahu ja dërgoi përgjigje këtu kul huwallahun. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, më thon surja e njohur që është në Kur'an. Po gjithsesi shumë e rëndësishme. Po gjithsesi e rëndësishme, po nuk du mundol këtu, du mundol të ajo që e përmende ti më herët, do të thotë njeriu përmes shqisave ose përmes asoj që sheh në këtë gjësi, krijesa madhështore, krijesa të mëdha, këtë sistem me përpikri që është vendos gjësi, më thonë vjen në përfundim se do të thonë ai që I ka vendos këtu, patjetër se ka fuqi. Me I vendos, pastaj ka dije, ka vullnet, se pa vullnet si kish bë këtu. Mirë po, prapë nuk është në gjendje me e kuptu Zotin drejt, edhe me I mohu ndoshta atributet të cilat I ka mohuaj për vete. Për shembull, Allahu në Kur'an thot la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allahu nuk e kap as kotja, as gjumi. Mon sikur të mos na kishte treguar Allahu I lartësuar kët, ndoshta dikush kish me mendu se po Allah është I plot fuqishëm, ka kriju kështu mirë, po dikur lodhet edhe flan edhe pushon. Jo, s'ka nevojë për këtë. E këto çysh e kemi kuptuar përmes shpalljes, edhe për këtë Allahu I lartësuar shumë ajete kuranore I përmbyll me emrat e tij. Wa huwa al-aliyyul Hakim, wa huwa al-ghafurur rahim. Ai është mëshiruesi, është falsi, ai është triumfuesi I gjithdijshmi, ai që dëgjon, ai që sheh, e kështu me radhë. Mirë, po në përgjithësi, këto kur jemi të njohja, e përmendin dietarët në shumë për dietarë mirë, po Ibn Kaimi e artikulon me fjalë të veta dhe thotë se njohja e Allahut bëhet në dy forma. Njohja e Allahut bëhet në dy forma, shumë duhet ta kemi parasysh këtë, se është me rëndësi ky element. E para është përmes krijesave të tij. E shikon njeriu. Ka mendje, ka intelekt, është I mençur. Atë ai që ja ka dhënë këtë mendje është shumë më I mençur se sa njeriu. Pastaj shikon rrotullimet e planeteve, çfarë fuqie duhet me pas për më rrotullu ato. E kupton se ai I cili I ka fut në funksion, edhe e ka mundsuar me bë këtë rrotullim të fuqishëm, ose shpërthimet e fuqishme, ai ka fuqi edhe më të madhe, e kështu domon pastaj vendosja e sistemit, bota çish funksionon me përpikri, planetet nuk ndeshin njëra me tjetrën, nata me ditën nuk ndeshet, drita me terrin nuk ndeshin, e kështu me radhë do thotë kjo na jep me kuptu se këto I ka vendos dikush I cili ka dije absolute, ka fuqi absolute që si përzihet kërkush, se sikur ti kish përzihet dikush ja kish prish sistemin. Gjithashtu dije po edhe fuqi. Kjo është mënyra e parë që e njohim Allahun e lartësuar. Për ata dhe Allahu në shumë ajete kuranore ka bërë thirrje që
me sodit, kozmosin, edhe gjithësin se çka ka bëu Allahu i lartësuar. Kur këto krijesa i ka bëu Allahu atëherë, cilat janë atributet dhe vetitë e tij. Pastaj forma e dytë është përmes ajeteve kuranore. Duke medituar rreth tyre, duke me ndal më gjatë dhe analizuar se pse Allahu i ka përfunduar ajetet, se ai është i plot fuqishëm, se ai është i gjithëmëshirshëm, se ai fal shumë, se ai mëshiron, se ai dënon, se ai është i rrepti, e kështu me radhë. Domethënë përmes këtyre ajeteve. Këto janë dy format të cilat na e mundsojnë me njoft Allahun drejt. Arrim të njohja. Dhe në këtë rast qose po i referohemi pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili arriti njohjen më të thellë dhe njohjen më të madhe të Allahut subhanahu wa taala. A përfundon këtu ajo që kërkohet prej neve, apo tash si rezultat i kësaj njohje, neve na kërkohet ta kemi një reagim. Gjithsesi. Cili duhet të jetë reagimi jonë kur e njohim Allahun subhanahu wa taala me të gjitha ato të cilat u përmendën, sigurisht shumë të tjera të cilat për shkak të kohës edhe të mundësive nuk arrim i përmend. Po cili duhet të jetë reagimi jonë përballë kësaj njohje? Atëherë po i përmendim shkurtimisht. Fillimisht jo bëjmë me dije të gjitha atyre që po na përcjellin se obligimi kryesor është me njoftë Allah. Para çdo obligimi tjetër. Para se më ju nënshtru, para se me fal namaz, para se më urujt prej gjunaheve, harameve, dhe para çdo dispozite tjetër është njohja e Allahut. Për atë Allahu i lartësuar i thot pejgamberit alayhi salatu wasallam fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir dhanbik. Ajeti është i njohur, thot dije. Do më mësoje, njohë Zotin tënd që s'ka rival. Do s'ka rival, edhe është i vetëm, pastaj kërko falje për gjunahet e tua. Njëherë Allahun, pastaj kërko. Pastaj vjen reagimi. Pastaj vjen reagimi. Sepse është shumë e logjikshme. Kur nuk e njohim Allahun, kur nuk i njohim cilësitë e tij, atëherë dhe s'dim me reagu. Karshi Allah. Nëse nuk e dim se Allahu është falës, çysh kemi me kërku falje? Nëse nuk e dim se Allahu hidhrohet, atëherë çysh kemi me uru hidhrimit të tij? Nëse nuk e dim se Allahu dënon dhëmshëm, çysh kemi me urujt edhe me ik dënimit e tij? Pikërisht njohja e Allahut duhet me rezultu me veprem karshi kësaj njohje prej robit, prej besimtarit në këtë rast. Çdo cilësi ose çdo detaj që e mëson rreth Zotit të vet duhet me fut praktikën edhe në jetën e tij. Edhe kjo është qëllimi, që me njoft Zotin. Gjithashtu një element këtu është më rëndësi, se dikush mundet me thonë pse na ka ngarkuar Allahu kaq shumë, nuk e ka shfaq veten edhe ishin rrezu këto dilema dhe këto mundime Allahu i plotfuqishëm. Kjo fillimisht i përket Allahut, ai zgjedh çka don. E dyta është se Allahu ka dashur në këtë formë me vënë sprov njeriu, ai i cili po e beson, ai i cili po i nënshtrohet këtë formë pa apo. Tjetra është se nuk është ngarkesë jashtë normalës kjo. Sepse njerëz prej njeriu të parë deri sot deri në ditën e gjykimit ka me pas me miliona njerëz të cilët i nënshtrohen Allahut, e besojnë dhe e njohin këtë formë pa apo fare. Edhe mund me bërë. Absolutisht nuk është ndaj far ngarkese, shumë e rëndë me thonë që Allahu na ka ngarkuar tepër, s'po mund me arrit, s'po me bë. E kanë bën njerëzit edhe po e bojnë vazhdimisht, edhe kanë me bë pa problem. Kur e njohim Allahun, tash erdhëm te njohja. Edhe për llogarisim që e kemi mësu cilësitë e tij, e kemi mësu emrat e tij, edhe përmes cilësive, pastaj delse kush është Allahu i lartësuar. Tash kur i mësojmë cilësitë e madhështisë së Allahut, sa Allahu është madhështor, Allahu është më i madh, Allahu është më i lartë, atëherë nuk i mbetet besimtarit vend që me i dhon hapësirë egos vet. Edhe me llogarit veten të lartë, mendje madh, me liru nefsin në fushën e veprimit të tij që ai nefsi nuk din me vepru mirë, po çka e nënshtron nefsin, e ul nefsin, edhe thot sepse unë jam rob i atij i cili është më i madh, është më i lartë. Pastaj kur i mëson cilësitë e Allahut të lartësuar që kanë të bëjnë me mëshirën, me faljen, i mbushet zemra me shpresë. I mbushet zemra me shpresë dhe gjithashtu edhe me kërkim falje, sepse ka të bëjë me një Zot i cili fal shumë. Mirë po gjithashtu edhe kur i mëson cilësitë e Allahut, edhe vetitë e tij që kanë të bëjnë me hidhrimin, me ndëshkimin, normal që largohet prej gjitha atyre gjërave të cilat e shkaktojnë hidhrimin e Allahut, që këtu janë gjunahet, haramet, veprat e shëmtuara, veprat e papëlqyera tek Allahu i lartësuar. Pastaj kur i kupton cilësitë e Allahut të cilat ndërlidhen me drejtsinë e tij, ndërlidhen me gjykimin e tij, normal që bëhet më i kujdesshëm edhe llogarit
që një ditë ka me dalë para këtij Allahu i cili është i drejtë edhe ka me na gjyku me drejtësi. Kështu që ti bëj drejtësi unë vetes, mos i bëj pa drejtësi vetes fillimisht unë, po ti jam i drejtë me vetveten tem. Një ashtu edhe kur i kupton cilësitë e Allahut që kanë të bëjnë me të pamurit, se Allahu sheh gjithçka, se dëgjon gjithçka, nuk i fshihet, atëherë normal që e kap turpi. On qysh me i bë gjuna, dhe vetë ta përfundoj këtë, on qysh me i bë gjuna ose qysh mu tregu kryeneç edhe neglizhent në një Allahu i cili më sheh çdo kohë, dëgjon gjithçka tëmë. Padyshim të gjitha këto reagime që cilësitë e Allahut janë të shumta edhe reagimet tona përballë këtyre cilësive duhet të jenë shumta, por për neve si njerëz, për neve si besimtar, thjesht në shpesh herë gjatë jetës në ndodh që ne të flasim diçka, të promovojmë diçka, të thirrim diçka, por tek njerëzit sikur shihet se është diçka e paarritshme edhe e pamundur. Kur po flasim tash, a kemi ndonjë shembull konkret, real, praktik, të prekshëm, se kush ishte ai i cili kishte përkthy më së miri në jetën reale, në jetën praktike këtë të njohje? Gjithsesi shembullin më të mirë kemi pejgamberin alayhis salatu wasallam. Dhe pikërisht për këtë Allahu thotë keni shembullin më të mirë në pejgamberin, edhe në nështrimin e tij, edhe në njohjen e tij ndaj Allahut të lartësuar. Pastaj ajo fjala që e përmendëm në fillim, që disa njerëz të cilët tentuan me ja kalu pejgamberit me devotshmëri, me punë të mira me kështu, pejgamberi e Allahut sallallahu alaihi wasallam u tregoi atyre se e keni gabim këtë koncept dhe këtë rrugtim, sepse unë jam ai që më së miri e njeh Allahun, edhe e di çka do të më vepru, po jam edhe më i devotshëm edhe më i nështruar ndaj tij. Atëherë pejgamberi alayhis salam këtë njohja e mojti për veti, apo jam mësoj shokët vet? Padyshim se jam mësoj shokët vet. Se sikur ta mbonte për vete, do të konsideroj se nuk po e çon në vend emanetin. Apo është diçka specifike vetëm për ta, e nuk kemi të obliguar ose nuk kemi të detyruar të cilin. Ajo me të cilën është obligu pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe të cilën e ka vepruar pejgamberi alayhis salam, ajo është edhe për umetin e tij, domthonë për gjithë muslimanët. Dhe duke filluar nga nënshtrimi, adhurimet e zemrës, pastaj adhurimet e jashtme, ndalesat, lejesat, gjitha këtu çka kanë qenë për pejgamberin alayhis salam janë edhe për umetin e tij. Pastaj pejgamberi alayhis salam ka qenë i detyruar, on pjesë e misionit të tij ka qenë që çdo gjë që ja mëson Allahu me u transmetu shokëve. Dhe shembull ka të shumtë që pejgamberi alayhis salam nuk mojti asgjë të fshehtë. Ka rshi shokëve të vet, pastaj shokët i përcjellën te nxosat e tij të tyre kështu me radhë. Shembull, thotë Ebu Musa Eshariu një ditë ishim në rrugës me pejgamberin alayhis salam dhe fillum me përmend Allahun, me marr tekbir, Allahu akbar, la ilaha illallah me Zot të Madh. Edhe pejgamberi alayhis salam thotë, çka është ky zot kështu? Jo, nuk jeni duke e lut dikan që është i shordhër edhe që është i largët. Mo çka, po ja mëson se Allahu i lartësuar edhe fjalë që i themi në vetë edhe ato i di. Kështu që mos lodhi me nxjerr zon kaq shumë, edhe me mendu se Allahu s'ju dëgjon, ose Allahu është larg dhe do të me nxjerr Zot madh me bërtit për mënyrë. Për ata edhe po i thot, ju jeni duke e lutur ato i cili dëgjon gjithçka dhe është afër juve. Domthonë është afër me dëgjimin. Domthonë kjo si shembull. Pastaj shembuj tjerë të shumë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam po i thot Muadh ibn Jabelit, njënit prej djelmushave të ri, shok që i kishte, thotë o Muadh, dije se ajo që të ka goditur, që e ka shkruar Allahu me të godit, s'ka pas mundësi me të huq. Po edhe që të ka huq, domthonë s'ka godit, s'u shkon në jutje. Domthonë nuk e qenë ti target i asaj ndodhije. Domthonë thjesht Allahu i lartësuar ka caktuar gjithçka për ty. Domthonë është ai që është kujdes, është interesu, ka bë plan për ty. Kështu që ato që janë plan i yti, janë me kode për ty, patjetër se kanë me ndodhur. Ato që s'janë të kodume për ty, ato nuk kanë me ndodhur. Domethënë ky është Zoti. Domethënë mos u lodh shumë, me e lodh veten, edhe me mendu se gjithçka varet prej teje, edhe mirë është në Allah i cili është kujdes për to mirë, por na duhet me lëvizë, duhet me bë punën tonë. Hoj, përmendet diçka shumë më bën përshtypje shumë, e që mendoj se është shumë e nevojshme që ta bëj si pyetje të veçantë. Ajo është se kur pejgamberi alayhis salatu wassalam i permisoi një koncept ose një perceptim të disa prej sahabëve të cilët dëshironin të shtonin shumë në adhurim. Kjo është një prej argumenteve se njeriu po nuk e njohi Zotin dhe nuk e diti se çka kërkon Zoti prej tij. Mund të shtojnë në sasi, madje ndoshta pafundësisht,
por ajo do të refuzohet. Pra cili është qelësi i pranimit të veprës në këtë rast? Po. Gjithsesi, ose me thonë pak me fjalë tjera, lodhet shumë edhe merr pak. Merr pak. Gjithsesi. Ose është thjesht ndoshta ajo mendimi i njerëzve se tash Zoti po lype neve, hajde na të shtojmë, hajde të bëjmë diçka që dënojmë veten, e maltretojmë veten, thjesht një lloj mundimi ndaj vetes për të synu arritjen e kënaqësisë së tij. Pikërisht kjo lidhet me një aspekt të disa prej cilësive të Allahut që kur e kuptojmë se Allah është ai që urdhëron, ai që ndalon, ai që ligjëson, ai që pejgamber dërgon libra, e kuptojmë se ati do të më nështru. Edhe për me vepru diçka të mirë, do të më morë leje prej tij. Do më për shariatit ti është fjala. Dhe pikërisht pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte shembull edhe në formën e ibadetit edhe adhurimit edhe nënshtrimit ndaj Allahut të lartësuar. Do të thotë ato që e veproi pejgamberi alayhi salatu wasallam pikërisht është ajo të cilën e don Allahu, sepse Allahu nuk ja zgjedh pejgamberit i tij vetëm së më të mirën. Nuk ja mundson diçka vetëm se është më e mira. Edhe pikërisht për këtë pejgamberi alayhi salatu wasallam po i përmison ata 3 burra të cilët dashin me bë mirë. Mirë, po nuk ishte mirë. Sepse për me dash me bë mirë duhet me u kthy te mësimet e fesë, te mësimet e fesë dhe me pyeta është mirë apo është mirë. Edhe për ata pejgamberi alayhi salatu wasallam po i thotë atyre, njëri prej cilëve tha unë do të falem të natën, tjetri tha do të agjëroj çdo ditë, tjetri tha do të martohem, tha unë agjëroj, ka ditë që agjëroj, ka ditë që s'agjëroj, s'agjëroj çdo ditë. Fala një pjesë natës, po pjesën tjetër flaj. Edhe jam i martuar, ju e dini të gjithë. Kjo është suneti, domethënë që kjo është ajo të cilën na ka urdhëruar Allahu i lartësuar. Edhe duhet me Allahun me ibadet, domethënë përmes ibadetit duhet me ja bëj që të formë të njohjes, por ndryshe çdo te i kalem i kësaj është te i kalem e asaj që e don Allahu i lartësuar. Sepse na përveç që duhet me njoft Allahun, duhet me njoft edhe dëshirat e tij. Mund çka ka dëshirë Allahu? Çka nuk ka dëshirë? Për shembull, vjen ai shoku i pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe thotë dërgoj Allah, më trego për një punë e cila më fut në xhenet. Domethënë tregon një punë që e don Allahu dhe më fut në xhenet. So do më jam interesum me punu dhe me hyrë në xhenet, atëherë më trego ti rrugën, sepse për me hyrë në xhenet duhet me ecë rrugës të cilën e ka projektuar Allahu i lartësuar me shpallje. Pra për neve sot është e lehtë. Na kemi gjithçka të evidentuar, të detajzuar, të shkruar, rrugën e kemi të trasuar, këtë që na mbetet neve është ndjekja e kësaj rruge. Më u përvjel edhe me punu, por ndryshe modeli është hazër, i gatshëm. Kjo është shumë e rëndësishme. Madje, subhanallah, është shumë interesant që duhet me pas parasysh të gjithë muslimanët këtë pikë, është se Allahu muslimanit ja dha një jetë. Edhe ajo e shkurt, nuk është shumë e gjatë. Mirë, po në anën tjetër, vetëm në Kur'an sa tregime të bukura i solli. Në që me marrë mësim prej tyre. Mirë, po dhe sa tregime të dështuara dhe njerëzve të këqij i solli. Në që gjithashtu me marrë mësimin e keq prej tyre, që do të thotë se na nuk kemi kohë, edhe nuk kemi jetë çaq shumë sa që me bë prova me jetën tonë. Ata provojmë çto. Nëse na del mirë, nëse s'na del mirë, e provojmë në rrugë, e provojmë në formë të adhurimit. Disa vjet na dele dështume. Tjetra disa vjet, ne s'kemi 500.000 vjet, s'kemi 1 milion vjet me jetu këtu dhe me i falë. Edhe ti kishme 1 milion vjet, nuk do të duhet që me i falë dhe me i hub kështu. Por mos më u lodh këtë formë. Edhe mos më harxhu pa nevojë. Allahu po thotë e keni shembull më të mirë pejgamber. A doni adhurim? A doni me arrit nësin Allahut? A doni me urujt prej hidhrimit të tij, me i shpëtu dënimit të tij, me fitu shpërblimin e tij? Pejgamberi i Allahut e fitoi. Pastaj edhe njerëzit të cilët e pasuan edhe mësuan prej tij e arritën këtë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam duke qenë gjallë, Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu dhe të tjerët, tha Ebu Bekri në xhenet, Uthmani në xhenet, Aliu në xhenet, Omeri në xhenet. Pse? E arritën. Domethënë ecën rrugës të cilën unë tregova, edhe nuk u lodhen me bë prova rrugëve tjera. Prova të cilat sigurisht janë të rrezikshme, për shkak se është një mundësi ashtu. Nëse dështojnë ai çojnë poshtë një pjesë tjetës. Po çdo segment nga jeta e pejgamberit alsam dhe njohja e tij, Allahu subhanahu wa taala, e pastaj përkthimi i kësaj në praktikë është shumë e nevojshme. Por sikur na bëhet një lloj përshtypje neve se tash ne jemi të lexu, sikur jemi të lexu fundin e këtë historisë së tij. Dhe sikur shpesh herë i shohim vetëm rezultatet dhe i shohim realizimin e këtë aty në premtimeve të cilat Zoti ja mundsoi atij. Nëse kthehemi pak gjatë jetës së pejgamberit alajhissalam, jo çdo moment nga jeta e tij
ishte në dobinë e tij. Ishte në lehtësi për ta, madje kishte momente të vështira, momente të cilat në rrafshin e sebepeve toksore, ato pothuajse ishin inekzistente. Njohja që kishte pejgamberi ndaj Allahut, a ishte fuqia e tij, edhe forca e tij që edhe kur ishte në hendek, edhe kur ishte në shpellën të thawr atje, edhe kur ishte në situata të ndryshme, megjithatë e dinte se premtimi i Zotit, garanca e Zotit do të realizojë. Që kjo njohje ana nevojitet sot edhe neve shumë në te kalimin e shumë sfidave të cilat i kemi para vetes, se ku shpesh herë është një lloj ndalje dhe një lloj humbje e shpresës. Gjithsesi, këto kisha me marrë si shembull, nëse dikush i ka punë në rregull, s'ka probleme në familje, s'ka probleme me financa, nuk ka probleme me njerëz, mirë është okay gjithçka. Këtu ky e ndërton perceptimin se mirë është. Jemi okay, edhe unë jam me Allahun, Allahu të ndosh. Mirë, në moment kur i humb njëra prej këtyre, i vdes dikush ose largohet prej punës, Zoti s'u ndeshti. Këtu është pikërisht është ajo njohja e gabueshme për Allahun lartësu. Se sikur të ishte kështu në rregull, atëherë kishim me gjyku se Allahu i lartësuar edhe pejgamberin e la, huçi dorpit. Ashtu sikur kanë thonë dhujtarët e Mekës, kur nikoj është ndërprej shpallja pejgamberit alayhi salatu sallam, kanë thonë i dhujtarët e Mekës se Zoti i Muhamedit huçi dorpit, jela. Pastaj Allahu zbret ajeti thotë kur se si Allah nuk e latë. Edhe kur nuk e lën. Kjo na mëson neve që mos me gjyku për jetën tonë komplet me një pjesë të jetës ose me një fazë të jetës. Qoftë ajo komode, qoftë ajo e mirë, qoftë ajo e sikletshme. Mirë po, mirët komplet jeta, edhe pastaj jepet rezultati. Pejgamberi alayhi salatu wasallam më të vërtet kishte jetë vështirë. Në jetën e Mekës, që ka shumë çka të flitet aty, ishte shumë e bezdishme, shumë e sikletshme, shumë e rënë. Pastaj edhe në Medinë nuk ishte shumë komod. Mirë po kur vdiq pejgamberi alayhi salatu wasallam, a kishte vendosur gjithçka në vendin e vet. Gjithçka. Ishte përhap feja, njerëzit kishin hyrë në fenë e Allahut, ishte largu padrejësia, ishte largu idhujtaria, ishin largu gjitha ato, edhe po vdes pejgamberi i Allahut duke qenë se vendi ku jetoi ai, domthon nga dishul arabik, pothuajse i tërë u bë musliman. Kjo pikërisht Allah e kishte dërguar për këtë dhe arrit rezultati. E kështu që edhe na nuk duhet me gjyku jetën tonë në bazë të një faze. Sepse secili kalon nëpër kriza, secili ka probleme. Edhe mundet të pas një krizë, qoftë shpirtërore, qoftë financiare, qoftë familjare, qoftë sociale, qoftë çdo që të jetë. Edhe ka ish dorë Zoti për mnie. S'jam njeri mirë, unë jam njeri keq, pastaj këtu fillon depresioni, mundet të kalon depresion, shumë probleme të tjera. Mirë po, besimtari i cili e njeh Allahun drejt, e kupton se kjo është sprovë për Allahut kalon. Sikurse pikërisht për këtë na mëson pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë aspekt që me njoft Allahun, thotë është e çuditshme çështja e muslimanit. Hadithin të cilën besoj se e din shumë për atyre që na përcjellin, thotë nëse i ndodh diçka e mirë, e falenderon Allahun, dhe kjo është mirë për to. Nëse i ndodh diçka jo e mirë e sikletshme, ban sabër, edhe e di që është prej Allahut, është sprov, ban sabër edhe Allahu ja shpërblen dhe kjo është e mirë për to. Kështu që jeta e muslimanit e tëra është në hajër. E tëra është mirë, edhe kur e godet sprova, edhe kur është situata të sikletshme, edhe kur ka mërzi, edhe kur ka probleme, edhe kur ka kriza, gjitha këto janë në favor të muslimanit. Kështu po na mëson Allahu, edhe kështu po na mëson pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe kjo është ai perceptimi i drejtë, njohja reale, në njohjen e Allahut të lartësuar, karshi çdo faze të jetës së muslimanit. Por besimtari nuk duhet të gjykoj as për veten e tij, po as për të tjerët në bazë të gjendjes momentale. Absolutisht. As varfëri, as pasuri, as smundje, as shëndet, por duhet ta shoh një botë përtej asaj që ekziston, e këtë nuk arrin ta shoh pa njoft Zotin, pa ditë ato të cilat u përmenden si domthon cilësitë Allahut xhaleshanu, urtësitë e tij, se si Allahu xhaleshanu e organizon robët e tij. E që mendoj se është një nga çështjet e cilat neve na mundon shumë sot, edhe na prekupon shumë, madje edhe në gjykim. Sot ne e gjykojmë dikën për të keq, për shkak se është i smut ose ka ndonjë sprovë, e gjykojmë dikën për mirë për shkak se ai ka pasuri, jetë komode, a nën kupton hoq se të gjitha këto, megjithatë janë të parëndësishme nëse mungon njohja e Zotit. Pa mbetet njohja e Zotit, gjëja më e rëndësishme që arrin secili prej neve.
besimtari kur e njeh Allahun se qysh vepron Allahu me muslimonin. Qysh vepron me muslimonin, do thonë i kupton këtë situata shumë drejt. Bile ata që e kanë kuptuar drejt, e kanë njoftë Allahun drejt, shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nëse dikush nuk është smur kohë gjatë, ose nuk i kanë ndodhur një sprov kohë gjatë, s'kan preferuar me nejt me ta. Sepse kanë thonë Allahu s'po don ty, edhe nuk po çon sprova. Do thonë nuk po t'i fshin gjunohet përmes sprovave. Sepse besimtari kur e njeh Allahun, që Allahu ka bo legj në kozmos që përmes sprovave dhe vujtjeve që e godasin muslimonin me liru prej mëkateve, prej gjunave. Kjo është ai perceptimi i drejtë, edhe njohja e drejtë e Allahut. Jo nëse i ka krejt punë të mirë, okay, gjithçka s'ka probleme, këto është e dashur Allah. Ai tjetrin shtrat so ka quhet për shtratit, këto s'do të dashur Allahu sepse njëri keq. Ose nëse dikush është edhe një shembull tjetër, nëse dikush para vdekjes kalon në smundje, bën smundje të rënë kështu, edhe shumë njerëz thonë vallahi, që kaq i keq. E gjykojnë. Po, më një herë. Domethënë më një herë japin tiketën edhe biletën. Po çfarë njeri keq, shumë është lodh shumë. Ai më atë lodhje është liru për gjunave. Ne del në ditën e gjykimit, botën tjetër, sepse njohja jonë për Allahun nuk duhet të jetë vetëm për këtë botë, po edhe për botën tjetër, madje ajo është jeta reale. Ai del në botën tjetër edhe i liron për gjunave. Sa që e ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam për mbyll këtë pikë, thotë ditën e gjykimit Allahu ka me sjell muslimanin i cili ka qenë i përvujtur. Edhe ka me ja nxjerr gjunohet përpara vetes, ka me urnu me fshi, me ju bë hi, plohën edhe hi. Edhe thotë ky robi Allah prej nga këtu. Unë përkuptoj gjunohet e mia, mirë po prej nga mi fshine. Thotë atë kujtohet smundja, atë kujtohet varfria, atë kujtohet sikletet statat, me ato thotë po ti fshim këto mëkatesat. E ky rob çka ka më thonë Allah. Sikur. Do të thonë ajo jetë kaq e shkurt, na ka kaluar shumë shkurt. S'm çajë sprova edhe më të rëna që të lirona komplet prej gjunakit. Don kjo është njohja e Allahut. E Allahut të lartësuar që lidhet edhe me botën tjetër, sepse jeta e muslimonit, jeta e njeriu, mirë po muslimani e beson këto fuqishëm, është me vdekje është vetëm ndrim e jetës ose kalim në një jetë tjetër, e cila quhet jeta e varrezës, pastaj jeta e botës tjetër e kështu me radhë. Të ballafaqur me terat të cilën e kemi punu ose e kemi besuar. Hoxhë, patyshim na mbeten ndoshta edhe shumë çështje tjera të cilat do të na nxjerrin rezultate të duhura përveç këtyre të cilat i përmendëm, se njohja e Allahut xhalla shanuhu është ndihmësa më e madhe që ti nënshtrohemi atij, ta adhurojmë atë, ta madhrojmë atë, e pejgamberi sa ishte shembulli më i mirë. Allah shpërblet për kontributin. Amen. Faleminderit. Do të them se të na bëj bashk me pejgamberin sa me ata që e kanë njoft e kanë madhruar Zotin. Amen gjithve. Allah shpërblet. Shoqës të dashur, njohësi më i mirë i Allahut subhanahu wa taala ishte njëkohësisht edhe njeriu më i mirë. Njeriu që më shumë e deshi atë, ju nënshtrua atij dhe shpresoi dhe ishte i bindur në premtimet dhe në garancat e Zotit. Ta njohim Allahun subhanahu wa taala, do të jetojmë jetën e paqes me shpirtin ton, e jetën e përkthyer me praktika dhe morale të lavdruara në mesin e njerëzve. Dhe në takimin tjetër, Allahu xhalla shanuhu u pas mëshirën dhe rahmetin e tij.